po ti, Shpirt, vete në shkollë ti? Shko në shkollë? Da. Po. Pse më thua da? Si thuhet, shkoj në shkollë? Shkoj në shkollë, mësoj. Po mirë, sot nuk e vajtu në shkollë. Jam shele shkolla. Janë mbyllur shkollat, ë? Këtu do të ri, se këtu kam lind, edhe këtu do të vdes. Kam përshtypjen se kjo është një mlef i mbledhur vite me radh, dhe ne brenda këtyne 10 viteve të demokracisë kemi bë me qindra mitingje, tubime, referendume, e kush e di se qa nuk kemi bë tjetër. Vetëm me të vetmin qëllim për t'i realizu disa të drejta, të natyrshme që na takojnë. Dhe qeveria maqedone ka qenë e shurdhër. Politikanët shqiptar të Maqedonisë mbeten pika e vetme e referimit të gazetarëve të huaj e vendas, edhe pse as Arbër Xhaferi, as Imeru Meraj, madje as Kastriota Gjireka nuk pranojnë të kenë kurfar lidhje e kontroll te ushtria çlirimtare kombëtare. Lideri i ngahershëm i Partisë Demokratike Xhaferi kërkon në konferencat e tij të braktisen pozicionet dhe të mbrohen interesat e shqiptarëve, dukshëm në rrezik. Megjithatë, ai nuk nxiton ti epitetoj keq ata që preferon t'i quaj thjesht idealist të painformuar. Kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, Ymeraj, gjithashtu flet vetëm për dialog, ku pjesë dhe faktor quan edhe veten. Ndërsa Kastriota Gjireka, kryetari i partisë së krijuar rastësisht vetëm 3 ditë para shpërthimit të luftës, sërish nuk pranon të ketë lidhje me ushtrinë çlirimtare. Përveç se për dialog, ai flet edhe për kantonizim të Maqedonisë. Megjithatë, njerëz brenda këtyre partive flasin edhe për gjasa kontaktesh me pjesëtarë të UÇK-s. Ata thonë për t'i zbutur dhe kthyer në dialog. Por ku i dihet, pse jo, edhe për